Mirëbesimi mundet më arrit vetëm me veprime konkrete nga Zoti Kurti. Kërkim falje për gjuhën e funduese dhe sjelljen degraduese dhe dhënia marrja e përgjegjësisë për mënyrën dhe pozicionin ku gjendet vendi. Nëse duam të hyjmë asaj rrugë, ka shumë e shumë deputet në këtë kuvend që kanë bërë shkelje shumë më të rënda e ofendime shumë më të rënda, mirë po për konstituim të kuvendit, për të kalim të kësaj situate të zhbllokimit, ne jemi të interesuar që të ketë një dakordim, një konsensus se si të lëvizet përpara. Ne këtu nuk jemi për të bërë shuk, as për të bërë miq. Këtu jemi për të bërë vatësu qytetarë të Kosovës që na kanë dhënë besimin e tyre. Ne ftojmë me umat. Si me umat, ndroje kandidatin, zgjedhet kryetari i kuvendit. Pastaj ti provon me bërë kryeministër. Mënyra në cilën Zoti Kurti e ka formuluar këtë letër është jashtëzakonisht dinake, sepse në këtë letër prezentohet një historik i bashkëpunimeve të mëhershme edhe të LDK-s me parti tjera, por edhe me lëvizje me vendosje, mirë po një gjë e tillë është krejtësisht e parëndësishme.